Kriza ekonomike globale nuk ka mundur të ndikojë në ekonominë shqiptare, megjithse ekonomia jonë është e lidhur ngushtë me partnerët ndërkombëtar. Ka qenë kjo deklarata e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë gjatë takimit rajonal të zhvilluar në qytetin e Fierit, në kuadër të asaj që Banka e Shqipërisë e quan rritje e transparencës së vendimarrjes së saj ndaj publikut. Ekonomia jonë ka vazhduar të ketë një ecuri pozitive, e cila është manifestuar me terma të rritjes pozitive, në terma të një inflacionit të ulët, në terma të një stabiliteti të monedës, të një qëndrueshmërie fiskale dhe financiare. Kjo e vërtetuar dhe gjatë periudhës së krizës globale. Sektori financiar i vendit, i dominuar nga sistemi bankar, ka arritur ndërmjetësimin financiar të shprehur në rritjen e depozitave dhe shtimin e kredisë për ekonominë. Nga ana tjetër, ai gëzon një shëndet të plotë financiar, i cili shprehet kryesisht në formën e mjaftueshmërisë së kapitalit, gjendjes së likuiditetit dhe rezultatit financiar të tij. Duke prezantuar analizën e Bankës Qendrore për rajonin e Fierit, Fullani deklaroi se ky qark ka tregues pozitiv të rritjes ekonomike. Sipas të dhënave të kësaj analize, Fieri ka një rritje ekonomike më të lartë se mesatarja në vend, si dhe ka një nivel punësimi prej rreth 4%.